Po? Një vendim nga shkalla parë për Ruben Sarajevën me burgim të përjetshëm. Ishte një vendim që ne në fakt e prisnim për shumë arsye, por një nga arsyet është mënyra se si shkoi kjo çështje që në momentin e hetimeve paraprake, në seancë paraprake, por edhe gjatë gjykimit, ku gjykata nuk pranoi shumë prova, shumë kërkesa tonat, të cilët ishin kërkesat procedurale për të zbarur rrethanat e ngjarjes. Ne mendojmë se gjykata e Lezhës sot ka dënuar një të pafajshëm, sepse në të gjithë impiantin akuzator nuk gjendet asnjë prove vetme, qoftë kjo biologjike, shkencore kështu me radhë, po dhe me dëshmitar po deshet ju që të implikoj në vrasje shtetasin Ruben Sarajeva, portugez Ruben Sarajeva. Ne do të apelojmë këtë vendim, padyshim që sot këta kanë dënuar një qytetar i cili ka qenë në Shqipëri, ka udhëtuar këtu, ka pasur punët e veta, por për arsye ndoshta për vendin e gabuar, njerëz të gabuar, ka marrë një vendim fajësie. Unë nuk prisja ndryshe nga kjo gjykatë, sepse kjo çështje është reklamuar dhe është bërë një gjyq popullor që në momentin e arrestimit të tij dhe ekstradimit dhe kështu ka vazhduar i gjithë procesi hetimor dhe procesi gjyqësor. Ne mendojmë dhe shpresojmë që gjykata e apelit do të ketë një vendimarrje ndryshe, padyshim që ne jemi në të drejtën tonë kushtetuese ligjore që ta apelojmë atë, do të apelojmë dhe do të shikojmë dhe shkeljet procedurale që janë të shumta. Unë dy po u arendis, e para një për sa i përket përkthimit në gjuhën portugeze që ka qenë shumë e rëndësishme për sa i përket se ky shtetas portugez, dhe mbi të gjitha janë provat që janë marrë në kundërshtim me ligjin dhe procedurën në shantazhin si të prokurorisë, si të policisë gjyqësore, ashtu edhe gjykata e cila nuk i ka pranuar që ne personat kyç të atyre që kishin dieni mbi rrethanat e ngjarjes të thirreshin dhe të pyeteshin në gjykatë, të dëshmonin në gjykatë. Kështu që nuk prisim sot në kjo gjykatë, e cila nuk u lë ngrit dot në lartësinë e një gjykate, ku të merrte një vendim të dilte mbi gjykimin e opinionit publik, sepse kjo çështje është bërë çështje publike dhe opinioni publik për këtë është i ndarë dhe padyshim ne do ta kërkojmë pafajësinë e zotit Sarajeva deri në të gjitha shkallët e gjykimit. Avokat, çfarë do tha klienti juaj më njëherë pasi mori masën e dënimit? Klienti ynë pasi mori masën e dënimit, unë pata një konversacion, një bisedë të shkurtër me të, padyshim tha do ta apelojmë vendimin, unë tha jam i qetë sepse nuk e kam kryer unë vrasjen, tha nuk jam autori i vrasjes dhe shpresojmë në që gjykata e apelit apo gjykatët e tjera të japin një vendim të drejtë për sa i përket kësaj çështje. Sot kemi një të dënuar të pafajshëm. Faleminderit juve.